Saranda sot është qyteti i burrave dhe grave të moshur, të cilët pasi kanë shkri jetën e tyre, energjitë e tyre në këtë qytet dhe në këtë rreth, përjetojnë tiranin e mjerimit. Përjetojnë një mbijetesë me një pension më qesharakun, më të pameriturin. Miq, nuk do të harroj një gjë. Ne që jetuam diktaturën staliniste të Enver, ne përmlidhnim atë me një term të përgjithshëm diktaturë, por në fakt, ajo ishte diktaturë e luftës klasave, po ishte po kaq diktaturë me tiraninë e mjerimit dhe të varfrisë që u impononte shqiptarëve me hiperkolektivizim e vet. Sot nuk ka hiperkolektivizim, por sot pensionisti, punëtori në ndërtim, punëtori i fermes, sot mjeku, mësuesi, inxhinieri, profesionisti jeton me një pension i cili çdo ditë më shumë vështërson ushqimin e përditshëm, i cili e detyroi atë tu thot fëmijëve, nipave, besave, shkoni se kaq ka. Këtu nuk ka më për ju. Mirë rrugë të botës. I cili e lën këtë zonjë, këtë zotëri, e lën pa ilaçe. Këtë javë s'po i marr ilaçet, se nuk arri. Cili është ai që arrin të marrë ilaçet me një pension minim mesatar 172.000 lek? Cili është ai që mund të kënaq veten apo njerëzit e tij me një pension qesharak si ky? Dhe mos harrojmë se 57% e këtyre burrave dhe grave nuk marrin 172.000 lek. Jo, 57% e pensionistëve kanë pensione shumë më të vogla, të pjesshme dhe të pjesshme. Pra, çfarë ndodhi këtu në këtë vend? Si ka mundësi që përsëri u rikthye pa vështirë? Skamja, varfëria ekstreme. Po, sepse çmimet nga viti 2013 deri sot janë mbi dyfishuar shumica e ushqimeve dhe gjërave bazë. Litra e qumshit është 2 herë më shtret më shumë. Kilogrami i mishit po kështu. Buka po kështu. Dhe ushqimet me radhë. Ekonomistët kanë fakturë se nëse pensioni duhet të ndiqte rritjen e çmimeve, të printe, të ishte më shumë, pak më shumë sigurisht, ai sot duhet të ishte 390.000 lek. Pra, imagjinoni pak, një pensionist që mirte në vitin 2013 një pension 143.000 lek, për të jetuar sot, siç jetonte atë vit, duhet kishte një pension 390.000 lek. Pse nuk ndodhi kjo? Çfarë pati Shqipëria që nuk ndodhi? Pati ndonjë luftë? Jo, nuk pati. Çfarë pati ky vend? Ky vend pati vetëm një gjë. Ja u them unë ju miq. Këta qytetar u vodhen se asnjë qytetar tjetër në Europë. Po pse qytetari Malit Zi, që mirte një pension 138.000 lek 2013, merr sot 450.000. Pse qytetari Maqedonisë Veriut,
që mirët e një pension 130.000 lek në vitin 2013, merë sot 380.000 lek. Po pse qytetari serb që mirët e në vitin 2013 një pension 135.000 lek, merë sot 405.000 lek? Pse këta? Këta nuk patën kryeministra. Si punë e këtij që të thotë se shqiptarët janë dembela. Qarë dembelash janë pensionistët, por? Të vret Zotit nxjerrësh një fjalë të tillë për ta, apo jo? Po je hajdut ti, i vjedh ti, dhe nuk je parat që meritojnë. A mund tjetë saranda madhështore